Ndërsa 11 maj po afron, Monika Kryemadhi ka nisur fushatën për ish bashkëshortin Ilir Meta. Ajo sulmoi nga SPAK struktura drejtuese të Partisë së Lirisë duke i quajtur mercenar, ndërsa tha se gjatë takimeve ku kërkon votën për Metën, merr edhe 3 fëmijët si dëshmitar. Kryemadhi nuk kurseu akuzat duke thënë se mercenarët e Partisë së Lirisë po akuzojnë se po kërkon vota për Partinë Socialiste. Ai i quan të paaft që do shkojnë deri më deri për të mbledhur votat, ndërsa e pyetur se pse nuk ishte në seancën e divorcit, Kryemadhi tha se nuk ka arsye pse t'i lutet apo të presë të pajtohet me dikë që do të ndërpresë marrëdhëniet me të. Patjetër, ndoshta e çik më shumë për shkak të fëmijëve, sepse janë fëmijët ata që janë me mua në çdo hap, në çdo takim, i kam marrë si dëshmitar në të gjitha takimet që unë bëj, duke pas parasysh që stafi i ngushtë i zotit Meta me paturpsinë më të madhe shkojnë dhe thonë që mos dëgjoni Monikën se kërkon vot për PS-n, kur në të vërtetë pa aftësia e tyre për të shkuar derë më derë tek njerëzit është në justificë. Gjatë deklaratës nuk mungoi dhe sulmi për ish ambasadoren amerikane Yuri Kim, për të cilën tha se ishte ajo që urdhëroi rrëmbimin e Ilir Metës. E bindur që rrëmbimi i Ilir Metës është bërë me urdhër të një gruaje që ka pasur inat personal me Ilir Metën, që sot është askushi Yuri Kim, e cila i premtoi po themi parajsën mbi tokë institucionit të drejtësisë, nga ana tjetër edhe Edi Ramës i dha një mundësi për treguar që hakmarrjen e tij personale e kryen në mënyrë perfekte me institucionin e drejtësisë. Kryemadhi ishte në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje, ndërsa ndaj saj dhe Metës rëndojnë 3 akuza, përkatësisht pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie në çështjet çesdia, lobimi i LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ndaj tyre SPAK ka nisur edhe një hetim pasuror.